Ke mendim konkret apo ke alternativa menimit tat? Shiko, mua nuk më intereson fare, me thënë të drejtën, po më shqetëson vetëm shqetësimi jot që të pash ashtu të shpërfituar. E kupton edhe thjesht më vjen keq për personin tënd, se po t'jetë për situatën tënde me ata, realisht nuk kam pikën e interesit. Të betohem. Më duket një gjë shumë e vështirë, shumë e sforcuar nga ana. Ti shko tash që bën veprime laci, por i papiraki aty me çunat e lagjës o zemër. Gjej kategorinë tënde, gjej njerëzit që mund të nxjerrin të mirën tënde, edhe hidhe mbrapa krave ata. Historinë, jo personin, se për ndoshta ke Ndërkohë që ne jemi diskutuar këtë gjën, duke diskutuar këtë gjën, njerëz duke qeshur dhe duke zgërdhir si Po ç'ktu duket diferenca po. Prandaj po të them që ai po piraki me çunat e lagjës ti je përfituar. Në atë kohë që isha aty, më fal Mateo, se vetëm po flisja dhe i thash një gjë në fund fare. Nëse ti e njeh atë gocën, i thashun, dhe ti e di shumë mirë që ajo vetë për karakter nuk është e ndikueshme, nuk ndikohet, nuk i bën këto gjëra, por i thashun, sot ka zgjedh të ndikohet, sepse si ka pëlqyer si dhe jote, si ka dhënë ndjesit mirë, etj. Lëre të ftohet pak situata se tani është shumë e nxehtë, dhe shko fliti dhe thuaj që unë e di kush je, unë të njoh, kjo si e ti, nëse s'ke besim të unë, më lërë do ta fitoj avash edhe njërë nga e para. Ndoshta për të fundit. Minimalisht. Po, minimalisht para se të thotë gjëra duhet të kërkoj falje para shumë nga thënë. E mirë tani se në ngocë. Çfarë Me lidh fjalët. Si ishe puna, se unë kam qenë në kuzhinë. Rje dobën pa mua, po fare. Seriozisht? Mos rrisë një këtë gjë. Deri në atë pikë, para se jetë dobët, se ka shku takime. Pa mirë më shumë unë ditë mita me tendencë për të sqaruar. Ishte